Civil Media. Ju faleminderit. Nderuar zoti Deralla, nderuar përfaqësues partive politike, në emër të Aleancës për Shqiptarët dhe paraqes qëndrimet tona, por edhe shqetësimet lidhur me gjithë problematikën të kodit zgjedhor dhe procesit zgjedhor. Ndjej keqardhje që herën e parë kur hym në sallë që nuk I kishim dy përfaqësuesit e dy partive politike që për çudi njëri në opozitë dhe tjetrin në pushtet nuk janë sallë, dhe cilët janë menaxhuesit e proceseve zgjedhore thuajse për 2 dekada, dhe nga ana tjetër një shqetësim permanent që ndodh me ne që përfaqësuesit politik në qeveri e dëgjojnë veten edhe ikin. Unë mendoj që organizatori dhe konferenca tjera duhet ta kenë parasysh këtë. Sot nuk besoj që kemi një përfaqësues ministër drejtësisë I cili do duhet të vërtetjet tona t'i marrë letër dhe nesër të reflektohen në ligjin apo në kodin zgjedhor. Unë nuk do të ndalem për ato që neve I kemi të përbashkëta, domethënë absolutisht ne përkrahim listat e hapura preferenciale, domethënë kjo është në një unanimitet thuajse gjithë partive politike dhe besoj që nuk ka nevojë që të ndalemi këtu. Unë besha shpreh shqetësimin ton atë që kishim edhe në grupet e punës kur organizuan nga Ministria e Punëve të Ministria e Drejtësisë, e cila duhej që në një të ardhur prej 6 muajsh administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të profesionalizohet dhe anëtarët e Komisionit Qendror ose Komisionit Shtetëror Zgjedhor të ishin të gjithë përfaqësues profesional. E dyta mbetet edhe me komisionet zgjedhore. Ne mendojmë që këto komisione po ashtu duhet të jenë në përbërje të gjithë profesionale. Dhe mandej futemi tek ajo të cilën më shumë I kemi dhënë theks sot në diskutim, I cili ka të bëjë me modelin zgjedhor. Aleanca për Shqiptarët mbetet e hapur për diskutuar për të gjithë modelet zgjedhore. Ne kemi mbrojtë qëndrimet që ky model zgjedhor është I papranueshëm, kështu siç është për arsyes të disbalancit që ka përbrenda saj, sepse kemi zonë zgjedhore siç është zona numër 6, e cila është mbi 5% ndallim nga zonat tjera, dhe kur ke parasysh këtu zonën numër 3, e cila është në -5%, kemi të bëjmë me zgjedhje të kontestueme dhe besoj që një iniciativë në gjykatën kushtetuese do ta kështërzumun këtë parlament, sepse deputetët e zgjedhur nuk përfaqësojnë mandatet të cilët realisht janë të kufizuar në ligj. Ndërhyrja e dytë që është bëmën kodit zgjedhor nga ana e Bashkimit Demokratik për Integrim Vëmëros dhe LSDM ka qenë kur margji prej 3% është ngritur në 5% dhe kjo ka shkaktuar akoma domethënë edhe më shumë një disproporcion me zonat zgjedhore. Andaj neve sot do t'japim argumentet pse jemi ne për më shumë zona zgjedhore dhe pse jemi kundër kundër modelit me një zonë zgjedhore. Domethënë neve kemi paraqitur në disa paraqitje publike se Maqedonia duhet të ketë më shumë se 8 njësi zgjedhore. Mund të ketë edhe 10 njësi zgjedhore, por njësia me 8 zgjedhore ne kemi bazuar në atë që Maqedonia sipas ligjit për ndarje të rajoneve të vitit 2009, I cili është sjellë në frymën e evropiane dhe normal në frymën e të gjithë asaj që neve jemi të angazhuar që të kemi një përfaqësim rajonal I cili të ketë të gjitha të kompleksitetin e vet, jo vetëm ekonomik, por edhe social, kulturor, ekonomik edhe më tutje. Ky sistem ne na prodhon huti dhe paraqet sistem numerik. Kur thua që jam deputet I zonës numër 5, nuk e di ku qytet është Manastiri, ai bin Dibra, është Korçova. Dhe ne mundohemi që këtij sistemi me 8 njësi zgjedhore ose me 10 njësi zgjedhore t'i përshtatemi më afër komunës, më afër rajonit, që do të thotë se do të jemi deputet të rajonit jugperëndimor, do të jemi deputet Vardarit, se specifikat e rajoneve janë të ndryshme dhe janë të reflektuara edhe në ligj. Në ligj kultivohet edhe veçantia e rajoneve.
po ashtu problematikat cilat ngrihen në rajone janë të ndryshme dhe janë të afërta në mes komunave. Ju keni rajonin e Pollogut që ka bujqësinë, keni rajonin jugperëndimor që ka turizmin, keni rajonin e Vardarit i cili ka vreshtarin, keni rajonin e Pellagonisë i cili ka bujqësinë. Dhe kështu do të rrujmë atë kontinuitetin e përplasjes të problemeve dhe qasjes në mënyrë edhe profesionale dhe politike të qeverisjes qendrore. Gjithashtu rajonet të cilët janë tash do të janë qendra të specializuara, të cilët kanë të identifikuar të gjithë problemet lokale dhe rajonale. Dhe ato mund të jenë një qendër shumë më mirë për deputetët, të cilët kenë materiale të gatshme dhe qasje profesionale për gjithë problematikën e rajonit që do ta përfaqëson. Ne jemi kundër rajonit me një njësi, kundër modelit për njësi zgjedhore, sepse modeli me njësi zgjedhore do ta centralizonte akoma më shumë pushtetin qendror, mirëpo do të bënte Maqedoninë të dukej një vend i zbrazur. Këto 2-3 dekada në Maqedoni ka dy procese të pandalshme. Njëri është procesi i njerëzve drejt Shkupit dhe kryeqytetit dhe procesi tjetër është drejt ikjes në perëndim. Dhe nuk mund të japim akoma dhe më shumë favore dhe stimul njerëzve për të ardhur drejt kryeqytetit apo njerëzve për të ikur. Me këtë model gjithë shqetësimi i botës perëndimore është që të mund mbaj zonat rurale dhe zonat periferike të vendeve tyre. Dhe unë mendoj që sistemi modeli me një njësi zgjedhore është më i dëmshëm, por edhe i pabesueshëm. Ne kemi shfaq shqetësimin tonë edhe më herët, ku kemi thënë që ne kemi besueshmëri për një sistem me njësi zgjedhore, por nuk e kemi kontrollin për njësi zgjedhore. Maqedonia ka ecur në binaret e këtyre 30 vjetëve vetëm në balansin e dy komuniteteve më të mëdha, por edhe të tjerave. Këtu ka dështumur edhe censusi, regjistrimi i popullsisë, po për të njëjtat arsye, dhe jemi ndër vendet e pakta në botë që thuaj se 2 dekade nuk kemi regjistrim popullsisë, mund dështoj edhe ky ardhshmi. Ne vendajmë shumë ndarje të cilët mund të reflektohen edhe në përqasje të tjera të ardhmen, dhe besojmë që ky model për ne është i papranueshëm për këto argumente, për shumë argumente, por nuk do të marr kohë nga audienca. Këtu nuk u përmend shqetësimi jon permanent që është në diaspora. Ky sistem aktual paraqet edhe 3 njësi zgjedhore që janë diasporës, që kanë qenë fiasko për Maqedoninë. Ato kanë marrë 25% të fondeve të ndara për zgjedhje dhe nuk kanë dhënë asnjë impakt në Maqedoni. Ne mendojmë që këto 3 njësi zgjedhore duhet të eliminohen dhe diaspora duhet votojë sipas modelit cilën e ka edhe Serbia dhe Kosova, që mund të votojnë me post, në mënyrë që përveç impaktit të tyre ekonomik që sjellin me remitancat e tyre në Maqedoni, mund edhe të dirigjojnë edhe politikat në vend. Nuk është e vërtetë se sistemi me një njësi zgjedhore dhe komunat dhe këshillat komunal krijojnë politikat lokale, sepse asnjë komunë Maqedoni nuk ka kompetencë mbi tokën bujqësore, asnjë komunë Maqedoni nuk ka kompetencë mbi ujërat e saj, asnjë komunë Maqedoni perëndimore nuk ka kompetencë mbi pyjet, nuk ka kompetencë mbi financat, nuk ka kompetencë mbi policinë. Dhe të thuhet se sistemi me një njësi zgjedhore është më i përshtatshëm, prap na kthen ke argumenti se pse nuk duhet të jetë ky sistem zgjedhor. Te përfaqësimi i diasporës, vetëm një diçka që e harrova, kemi një paradoks veçantë në rastin e votimit në Peking, ku për 9 votues nga Maqedonia kanë shkuar 8 komisioner. Ka edhe një standard të dyfisht në përfaqësimin në Maqedoni, edhe ajo është standardi të cilin e kanë në këshillat e komunave, ku numri i këshilltarëve vendoset nga numri i popullsisë, kurse rajonet janë të ndara nga numri i votuesve. Ne mendojmë që edhe njësitë e reja duhet të ndahen nga numri i përgjithshëm i popullsisë, siç është në ligjin për veçërisje lokale, dhe jo nga numri i votuesve. Kjo është ajo që desha të ndajmë, besoj që në pjesën e tretë mund të
diskutojmë dhe të sqarojmë ato të cilat besoj që mund të kenë mbetur eventualisht pa sqaruar. Faleminderit shumë. Civil Media